Ju ngjatjeta uroj të jeni mirë. Nderuar shqiptar, sonte nuk do të flasim për politikë. As për korrupsionin që dim të gjithë dhe e njohim. Sonte do të flasim për diçka shumë më të rëndë, vrasjen e shpresës dhe dorëzimin e ikonave të artit në Shqipëri. Sot në një sallë gjyqi ku duhej të kërkohej drejtësia, pam një skenë që as skenaristi më cinik nuk do ta kishte imagjinuar. Robert Ndrenika, nderi i kombit, njeriu që kemi adhuruar si mishërimin e vlerave, u ul përpara pushtetit. Nuk ishte një rol në film, ishte një gjujzim i vërtet, i vullnetshëm, i dhimbshëm. Një puthje në ball për Erion Velia, një politikanën akuz, i cili goditi siç e kanë mbi dinjitetin e çdo shqiptari. Dil Erion nga burgu se e bëj unë burgun për ty. Ndaleni për një moment dhe mbyllini sytë përballë kësaj pamje. Pyetini veten, çfarë po shohim? A është kjo një shoqëri apo është një pleqëri apo është një aktor që po e luan mirë rolin e tij të radhës? A është ky teatri i fundit i një sistemi që ka kalbur gjithçka në këtë vend? Është momenti kur arti, ai që duhet të ishte shpirti i lirë, artistët, shpirti i lirë i këtij populli dhe i këtij kombi, pranon të bëhet dekor, thjesht një mask bukurie për të fshehur shëmtin e pushtetit, korrupsionit dhe të politikës. E dhimbshme është, apo jo? E jani, ta shohim pak nga afër. Pse ndodh kjo në fund të jetës të një aktori gjigant? Pse një gjigant, një peshë e tillë e kinematografisë shqiptare pranon të bëhet mburoj morale për dikë që e di e gjithë Shqipëria se kush është dhe çfarë ka bërë në krye të Bashkisë së Tiranës, përtej prezumimit të pafajësisë. Sonte do të bëjmë një mikrokirurgji sociopolitike të këtij akti kaq të shëmtuar. Do të zbërthejmë pak mjerimin ekonomik të artistëve shqiptar, që i detyron dhe i shtyn ata, dhe ky nuk është justifikim, që të shiten për një rend fundijete. Flasim pak për klanet e Tiranës, për fijet e padukshmet që lidhin teatrin me Bashkinë e Tiranës dhe artin shqiptar me mafjen politike. Ky nuk është thjesht një lajm, as një analizë. Ky është një moment zgjimi, dhe nëse Xhaxha Jovani i nostalgjisë son dorëzohet, apo Qazim Ulleti, kush mbetet më mburoj për këtë shoqëri? Vëllezër dhe motra shqiptar, mesazhi i kësaj puthje nga gjyqi është i tmerrshëm. Gjithçka ka një çmim, por ne jemi këtu për t'i thënë jo këtij sistemi. Dinjiteti nuk shitet. Drejtësia nuk lahet me puthje në ballë dhe ikonat nuk zgjedhin të bëhen shërbëtor, dhe kur zgjedhin, pushojnë së qeni idhujt tanë. Qëndroni me mua në këtë analizë mikroskopike, sepse sonte do të shohim pas perdes së këtij teatri të mashtrimit, do të kuptojmë se përse pushteti është i tmerruar dhe pse i duhet atij të fshihet pas ballit të një aktori 80 vjeçar si Robert Ndrenika i Madh. Fillojmë tani. Të bëjmë pak kirurgjinë e momentit. Pse në sallën e gjyqit? Përse Robert Ndrenika vendosi të puth Erion Velin në sallën e gjyqit? Salla e gjyqit nuk është zgjedhur rastësisht. Mund ta përcillte mesazhin e tij Ndrenika me forma tjera. Në sociologjinë e pushtetit, miq të dashur, vëllezër dhe motra shqiptar, gjykata është vendi i deshakralizimit. Kur një politikan hyn aty, ai zhvishet nga aura e pathjeshtueshmërisë. Prit se do ta kuptojmë pak më holl. Këtu ka një dirigjim. Ky akt nuk është akti spontan, pra nuk është një spontanitet që buron nga pleqëria e aktorit Ndrenika, por është një skenar shpëtimi i mirë llogaritur. Robert Ndrenika nuk shkoi në sallën e gjyqit si një mik i Erion Veliajs, por shkoi si një mburoj morale për Erionin e Bashkisë. Kush është interesi i Erionit në këtë moment? Puthja në ball
dhe gatishmëria për të bërë burgun për të, ju e pat, Robert Ndrenika i thot Erion Velis në sallë të gjyqit, dil ti se do ta bëj unë burgun për ty. Kjo deklarat synon të transferoj dashurin që populli ka për artistin, në këtë rast për zotin Ndrenika, tek figura e goditur e politikanit. Është një tentativë për të thënë, nëse njeriu më i mirë i këtij vendi më beson, atëherë duhet ta keni parasysh se drejtësia po gabon me Erion Velin dhe po i bën padrejtësi. Erionit është duke ju bërë padrejtësi. Ky është mesazhi. Mesazhi ekonomik që lidhet me rentën e fundit të jetës. Pse një artist i madh i nivelit Ndrenika dorëzohet në fund të rrugtimit të tij? Kjo duhet parë me shumë kujdes. Kjo është ekonomia e mjerimit dhe e mbijetesës në të cilën ka mbritur artisti shqiptar. Këngëtar, aktor, çfarë do qoftë. Artisti në Shqipëri dhe ata të përmasave botërore, sikur është Ndrenika, apo këngëtar të talentuar që mund të kenë zë dhe talent, jetojnë në një pasiguri kronike ekonomike të tmerrshme. Politika shqiptare e ka shndërruar artin në një klientel nëpërmjet të cilës ajo shpërlan pislëkun e saj të madh. Mbështetja për projektet caktuara artistike i bën artistët që të jenë vazhdimisht në mëshirën e fondeve të politikës, fondeve të bashkisë, fondeve të Erion Velis dhe siguria e të afërmëve të tyre, të cilët mund të kenë biznese të caktuara apo interesa të caktuara, kalojnë gjithmonë nëpërmjet rrugës dhe pushtetit dhe politikës. Tirana, miq të dashur vëllezër dhe motra shqiptar, funksionon mbi ekuilibra klanor, ku mirënjohja është monedhë këmbimi, nuk është akt i moralit dhe i shpirtit. Robert Ndrenika, i gjendur në rrjetën e këtyre detyrimeve morale, ndoshta premtime për teatrin e ri, apo strehim social për rrethin e tij, paguan haraqin e fundit tek pushteti. Haraqi i fundit është malli i fundit që ai ka në pronësinë e vet. Dinjiteti i Robert Ndrenikës. Dhe këtu të shkojmë, e kemi me detyrim të shkojmë tek dimensioni sociokulturor. Puthja si vula e turpit. Në kodin shqiptar zakonor, puthja në ball është bekim, ja bën babai vajzës kur martohet, është gjyshi fëmijës, mbesës, nipit, babai vajzës, vllai i madh motrës vogël, dhe ana sjelltas, motra e madhe vllait vogël e kështu me radhë. Në kodin shqiptar të normave dhe të vlerave, puthja në ball është akti më i lartë i bekimit. Është shprehja spektakolare dhe shkalla superlative e bekimit, e dashurisë, e respektit dhe e mirënjohjes. Kur arti dhe artisti vinë dhe e japin dhe e transferojnë këtë bekim tek korrupsioni, ndodh një thyerje brutale e kontratës sociale që kemi ne në Shqipëri. Kush po pastrohet? Robert Ndrenika nuk po pastron Veliajn, sepse faktet juridike nuk fshihen me puthje në ball. Ai po tenton të pastroj perceptimin publik për Erion Veliajn. Puthja e Robert Ndrenikës në ball e bëjun burgun për atë, nuk ndryshon dot faktin juridik. Ajo tenton të ndryshoj perceptimin popullor për gjyqin ndaj Erion Veliajn. Por, paradoksi është fatkeqësisht që të dhem zemrën është se Robert Ndrenika po ndot veten dhe po e bën veten pis. Ky është mesazhi
që shkon për shqiptarët. Dhe ky është mesazhi më i rrezikshëm. Kush është mesazhi më i rrezikshëm? Se askush në Shqipëri nuk është i pashitshëm dhe i pableshëm. Të gjithë e kanë një çmim dhe ne i blejmë të gjithë. Se edhe heroi më i madh dhe më i fundit në këtë vend e ka një çmim dhe ne ja thym kokën me para e blejmë. Kjo çfarë prodhon? Kjo prodhon një cinizëm social. Nëse u shit edhe Robert Ndrenika i madhi, prefekti, ke koncert në vitin 1936, ç'a të flasësh për rolet e Ndrenikës që ka mbajtur pesh zemrat e shqiptarëve për vite të gjata. Kur populli e kupton dhe fillon dhe percepton u shit edhe Ndrenika, atëherë pyetja që bën se cili është, janë shitur të gjithë, unë pse duhet të qëndroj i ndershëm në këtë vend ku llumi është tabani identitar i këtij kombi, tabani kulturor dhe themeli kulturor i këtij kombi. Dhe këtu shkojmë sërish tek mjerimi i artit. Arti shqiptar është i gjujzuar, sepse nuk ka treg të lirë. Tregu është i vogël, por ka vetëm treg qeveritar ku talenti në këtë vend është gjëja më e poshtër dhe është mund të jetë dhe mallkimi më i madh që mund të ketë dikush. Sepse s'ka treg, sepse vlera nuk ka treg, talenti nuk ka treg, truri nuk ka treg, sepse dominohet nga shkërdhatokracia, nga poshtërsia, nga fllihësia, nga denigrimi, nga marifetet, nga klanet, nga poshtërsia, nga imoraliteti dhe ngjitja e shkallëve të karrierës me lëpirje, me degradim dhe her pas here me ngritje fustanësh. Kush po luan në këtë teatr? Po luhet me nostalgjinë e madhe të një populli. Veliaj përdor fytyrën e prefektit, apo të Xhaxha Jovanit, apo të babait të mirës në shtëpinë to. Për çfarë? Për të humanizuar një strukturë korruptive thellësisht anti-shqiptare, siç është ajo e politikës shqiptare. Ekuilibrat e padukshëm na shfaqen më njëherë këtu. Robert Ndrenika përfaqëson Tiranën e vjetër, atë Tiranë që ka nevojë për mbrojtje dhe status. Politika i jep statusin, arti i jep legitimitetin, dhe kjo është një simbiozë parazitare. Si duhet reagojë Shqipëria? Shqipëria duhet të mësoj të ndaj veprën nga njeriu, ky është momenti. Vepra e Robert Ndrenikës i përket historisë dhe do të mbetet vepër e madhe. Akti i Ndrenikës sot është një dështim njerëzor që duhet trajtuar me keqardhje dhe as pak me adhurim fatkeqësisht. Ky nuk është degradim i moshës, por degradim i një sistemi i cili detyron gjigantët të zvarriten nëpër këmbët e pushtetit për pak vëmendje apo siguri fundjete. Shqiptarët e dinë kush është Erioni, por dhimbja e vërtet vjen nga zbulimi se kush ishte ose kush u bë Robert Ndrenika në grahmat e fundit të impaktit të tij publik. Një shoqëri ku artisti lutet të bëj burgun e politikanit është një shoqëri ku vlerat janë përmbysur në mënyrë terminale. Arti nuk është më opozit e pushtetit, por është një dekor i pështirë i tij. Riparimi i një dëmi simbolik të kësaj natyre nuk matet me ditë apo me muaj, por me ndërrimin e gjeneratave, kur një figurë që konsiderohet busull morale thyhet, tronditja krijon një çarje në besimin kolektiv të shqiptarëve që vështirë se ngjitet brenda jetëgjatësisë së vetë protagonistëve. Të shohim pak deri kur do ta paguajmë puthjen e Ndrenikës moralisht. Në afat shkurtër disa vite, mjegulla e polarizimit, në vitet e ardhshme, figura e tij do të mbetet e ndarë. Për një pjesë do të mbetet viktima e rrethanave, ose i madhi i cili u likshtua, ndërsa për pjesën tjetër, Ndrenika do të shërbej si shembull i gjallë i shitjes së artit tek politika. Ky dëm nuk riparohet dot sa herë që ai do të shfaqet në ekran. Imazhi i tij do të jetë i mbivendosur
me atë puthje në sallën e gjyqit të gballi i Erion Velis. Në afatmesën, vdekja e miteve të paprekshme, dëmi më i madh është se ky akt i Ndrenikës ka përshpejtuar rënien e idhujve. Shqiptarët po mësohen sot në mënyrë të dhimbshme se nuk ka më të paprekshëm. Ky riparim do të kërkojë kohë derisa shoqëria shqiptare të ndërtojë një raport të ri me figurat publike, jo më adhurim i verbër, por vlerësim kritik i rolit së cilit. Kostoja është arti shqiptar, ai që do të shihet tashmë me dyshim për një kohë të gjatë, si një sektor i blerë nga pushteti dhe politika. Dhe në afatgjat kur vepra shkëputet nga arti në historiografinë e artit, riparimi ndodh vetëm atëherë kur distanca kohore lejon që njerëzit të shohin prefektin apo vironin pa u menduar për sallën e gjyqit. Kjo zakonisht ndodh pas 20 apo 30 viteve, kur brezat që e kanë përjetuar zhgënjimin e sotëm live do ta shohin Robert Ndrenikën thjesht si një aktor genial të një kohe të pisët, të pështirë dhe të trazuar, të cilën ne jemi duke jetuar sot. Dhe kush janë, cilët janë faktorët që e përcaktojnë shërimin e kësaj patologjike vrasëse për kodet dhe normat e shoqërisë shqiptare? Është reagimi i vetë aktorit. Nëse nuk ka një reflektim apo një distancim të Ndrenikës sa është gjallë për këto vepra dhe për këto akte, dëmi do të mbetet i ngrirë dhe i arkivuar ke kujtesa kolektive e shqiptarëve. Dhe nga ana tjetër vjen sjellja e politikës. Sa më shumë politika ta përdor këtë akt si trofe, aq më shumë e mban plagën të hapur. Dhe ata do ta bëjnë. Sepse detyra e politikës në Shqipëri nuk është të shëroj plagët e kombit, por të shtoj, të thelloj dhe të përgjak akoma më tepër ato. Alternativat e reja janë një mundësi për të mbyllur këtë plag, por dëmi riparohet vetëm kur të dalin artistë të rinj të cilët refuzojnë postet, tenderat, projektet, parat e bashkisë dhe puthjet politike, duke krijuar një standard të ri dinjiteti për artin, kulturën, muzikën, këngën dhe gjitha zhanret e artit në këtë vend. Dëmi që shkaktoi puthja e Robert Ndrenikës nuk është thjesht ndaj emrit të tij personal. Është një dëm që është shkaktuar ndaj shpresës se ekziston diçka që paraja dhe pushteti nuk e blejnë dot. Ky lloj dëmi është si një thyrje në porcelan. Edhe nëse ngjitet, shenja do të mbetet. Është si puna e bukës thyrë që thonë u thye buka, sa herë që edhe po u ngjitet do të mbetet shenja aty. Dhe vlera nuk do të jetë më kurrë e njëjtë e atij filxhani porcelani apo çfarë do qoftë. Shqipërisë do t'i duhet shumë kohë të gjej heroj të tjerë me moral që mos t'ja ketë borx asnjë lloj politikani, asnjë lloj partie dhe asnjë lloj politike dinjitetin dhe integritetin e vet. Çfarë përfiton Erion Velia nga e gjitha kjo? Erioni përfiton legjitimitet dhe humanizëm. Për një politikan në akuzë për korrupsion, problemi më i madh nuk është vetëm gjyqi juridik, por është gjyqi publik që i bëhet. Larja e imazhit të Erion Velis përmes emocionit të shprehur nga Robert Ndrenika. Ky është qëllimi. Erion Veliaj kërkon të zëvendësojë imazhin e dosjeve hetimore me imazhin e djalit të mirë, Lalierit, që ruhet nga babai i kombit Ndrenika. Kjo krijon konfuzion emocional tek shqiptarët. Një njeri kaq i ndershëm sa Ndrenika e puthi mball Erionin. Pra, mbase ky djalë nuk është edhe aq i keq. Neutralizimi i kritikës është akti tjetër. Kur vula e Ndrenikës vihet mbi Veliajn, çdo kritik tjetër ndaj tij filloi të duket si një sulm ndaj vlerave që përfaqëson aktori dhe Erioni.
Dhe mesazhi është për klanet, është një tregim force. Velia i u thot klaneve, unë kontrolloj ende simbolet e këtij vendi, edhe në ditët e mia më të vështira, nga burgu, ikonat e këtij vendi i kontrolloj unë akoma dhe janë për mua, luajnë për mua. Çfarë përfiton Robert Ndrenika? Siguri dhe renta e statusit. Në moshën e tij dhe në kushtet e mjerimit të artit në Shqipëri, përfitimet janë më shumë pragmatike se sa ideologjike. Mbrojtja e investimeve të fundit mund të bëhet fjalë për premtime konkrete që lidhen me projektet si teatri i ri, me strehimin apo me mbështetjen financiare për veten dhe rrethin e ngushtë familjar. Në Shqipëri, shpesh pensionet dhe specialet dhe asistenca mjekësore cilësore kalojnë nga zyrat e pushtetit, për ndryshe do të shkosh atje me tufën. Shmangja e izolimit për një artist të mësuar me vëmendje, lidhja me pushtetin e mban në qendër të orbitës publike. Politika i ofron atij skenën që teatri i rënuar nuk ja jep dot më ashtu siç ja kishte dhënë bujarisht për kaq shumë vite. Detyrimet e prapaskenës. Shpesh këta artist janë pjesë e rrjetave të vjetra të influencës në Tiranë. Përfitimi këtu është qetësia. Duke kryer këtë akt, Robert Ndrenika mbyll defterin e vjetër të borxheve të prapaskenës, që klanet politike të Tiranës ja faturojnë atij për favorizimet dhe nderet e bëra ndër vite. Vjen një moment që do të paguash faturën, sepse kush e han lugën e çorbës, do ta vjedh gjithjetër. Ka gjithmonë një miksim ndërmjet politikës dhe kinematografisë. Cili zhanër është ky? Ky akt i Ndrenikës nuk është kinematografi, por propagandë e pastër në real time, në kohë reale. Nuk ka artin në qendër. Ky teatr nuk prodhon asgjë estetike. Ai thjesht konsumon reputacionin e Ndrenikës për të ushqyer nevojën e Erion Veliajt për një mbrojtje në këtë moment deciziv dhe kritik për të. Dhe këtu vim tek instrumentalizimi. Kinematografia kërkon të thotë një të vërtetë përmes fictionit. Ky akt kërkon të fsheh një të vërtetë përmes një shfaqjeje teatrale. Dhe këtu hym tek ekuilibrat e padukshëm dhe klanet e Tiranës. Tirana funksionon si një teatr i vogël ku aktorët e vërtet janë gjithmonë pas perdes. Kush e dirigjoj? Me shumë mundësi janë strategët e imazhit të bashkisë Erion Velis, që e dinë se pika e dobët e këtij populli është nostalgjia tek aktorët e vjetër. Kujt i intereson teatri? Klaneve të Tiranës që duan të mbajnë status quo. Nëse Erion Velia i bie pa bekimin e figurave publike, ai merr me vete të gjithë sistemin e qokave. Nëse ai bie si viktima e dashur e artistëve, sistemi mbetet i paprekur edhe nëse bie Erion Velia. Erion Velia po ble kohë dhe simpati, ndërsa Ndrenika po blen siguri materiale duke shitur monumentin e tij moral. Është një këmbim i pabarabartë ku i vetmi humbës është publiku shqiptar që mbetet pa një pikë reference të pastër tashmë ku të besoj. Ky është qëllim. Kjo që po përjetojmë vëllezër dhe motra shqiptar nuk është thjesht një thyerje zemre për një aktor, por është një moment i një zgjimi kolektiv. Shqiptarët të dërmuar nga tranzicioni shpesh e kanë kërkuar shpërtimin moral tek figurat e artit, duke i parë ata si shenjtorët e fundit të një vendi ku politika e korruptuar i ka shitur dhe ka shkatëruar gjithçka. Por mos harroni kur ky gjujzim i vullnetshëm i Ndrenikës zbulon një të vërtet tjetër të hidhur që duhet analizuar me mikrokirurgji historike. Sindroma e artistit të sistemit. Nga realizmi socialist tek realizmi oligarkik, historia na tregon se artistët e mëdhenj në Shqipëri me pak përjashtime nuk kanë qenë kurrë shpirti i lirë i kombit, por shërbëtorët e sofistikuar të status quo-s. Ishim në kohën e epokën e komunizmit, kinematografia e realizmit socialist ishte një mega industri propagande.
Artistët ndërtuan mitin e njeriu të ri dhe fshehën mjerimin, burgjet dhe telat me gjëmba pas buzëqeshjeve filmike. Ata ishin elita e përkëdhelur e sistemit që i shërbente diktaturës për një apartament në Tiranë apo për një leje dalje jashtë shtetit në Francë apo në Moskë. Në kapitalizmin e mashtrimit, sot i njëjti mekanizëm funksionon me kapitalin e ri. Artistët nuk i shërbejnë më partisë me shkronjë të madhe, por klaneve dhe oligarkëve. Ata shiten për një projekt bashkie, për një rol në një film të financuar nga parat e krimit, apo për mbrojtjen e nderit të një politikani në një sallë gjyqi. Ky është kursi i këmbimit. Pse ndodh ky gjunjëzim i vullnetshëm i artit dhe në këtë rast Indrenikës? Analiza mikroskopike sugjeron 3 faktorë kryesor. Mjerimin si mjet kontrolli, pushteti e mban artin qëllimisht në mjerim, sepse një artist i varfër është një artist i thyshëm, i bleshëm, kur nuk ke siguri për pleqërinë, puthja në ballë e pushtetarit kthehet në sigurim për fundin e jetës. Kulti i servilizmit në Shqipëri, arti nuk është ndërtuar mbi rebelimin, por mbi përshtatjen. Shumë nga këta gjigant kanë mësuar se si të mbjetojnë duke lëmuar dorën që i ushqen pavarësisht nëse ajo dorë mban vulën e Enver Hoxhës apo portofolin e oligarkut të ri. Vdekja e integritetit përballë imazhit është ky momenti. Ata kujdesen më shumë që të mbeten në lojë se sa që të mbeten të pastër, dhe kjo është fatkeqësi. Thirrja për shqiptarët e dëshpëruar sot është mos kërkoni priftëri apo hoxhallar tek artistët. Nëse jeni të dërmuar nga ky akt thirrja që del nga kjo krizë morale e shoqërisë shqiptare është e qartë. Vritini idhujt e re, mos prisni moral nga ata që e kanë zanat imitimin dhe aktrimin. Artisti mund të jetë genial në skenë dhe i vogël në jetë. Duheni artin e tyre, por mos u bëni sklevër të karakterit të tyre njerëzor, sepse jo gjithmonë puqen. Kërkojeni dignitetin tek vetja, jo tek ikonat. Zhgënjimi vjen sepse ne kemi deleguar moralin ton tek disa figura publike dhe kur ata dështojnë, ne ndjehemi sikur kemi dështuar ne. Thirrja është sot, shqiptar, bëhu ti heroi i integritetit tënd. Refuzoni për të shmoni teatrin e mashtrimit, kur shihni një aktor të madh që mbron një politikan të korruptuar, kuptoni se ai nuk po bën art, po bën shërbim ndaj klientit të tij. Mos e gëlltisni këtë si një akt njerëzor, quajeni me emrin e vërtet. Është vetëm një transaksion dhe asgjë më tepër. Ndryshimi i sistemit vlerave. Shqipëria nuk ka nevojë për aktor që puthin në ballë politikanët, por për qytetarë që i kërkojnë llogari atyre. Thirrja është të kalojmë nga një shoqëri e adhurimit të miteve në një shoqëri të respektit për ligjin dhe për institucionet. Vetëm atëherë do të bëhemi. Ekuilibrat e padukshëm duhet të kemi shumë kujdes. Ky gjunjëzim i Indrenikës tregon se mafia politike dhe klanet e Tiranës kanë nevojë për bekimin e vjetër për të mbjetuar. Por faktit që ata detyrohen të përdorin një aktor 80 vjeçar si mburoj, tregon se pushteti është i tmerruar. Ata nuk kanë më argumente, kanë vetëm nostalgji për të shitur për ata që e blenë. Mos u dëshpëroni shqiptar, ky akt nuk tregon fuqinë e pushtetit, por falimentimin e tij moral, kur pushteti i duhet të fshihet pas ballit të një aktori të moshuar, kjo do të thotë se nuk ka më asnjë të vërtetë për të thënë. Riparimi i këtij dëmi fillon me ju, duke mos e pranuar më teatrin si realitet dhe duke mos e pranuar më mjerimin si fat. Miqtë e mi, vëllezër dhe motra shqiptar, sonte pam se si perdet e një teatri të vjetër ran duke lënë pas pluhurin e një zhgënjimi të madh. Po është e dhimbshme të shohësh një ikon që ulet, gjujzohet, por mos lejoni që gjujzimi i Indrenikës t'ju athyej shpirtin tuaj dhe t'ju fus plagështi. Pse? Sepse kjo puthje mbi ballin e pushtetit nuk është fundi i moralit shqiptar. Është vetëm fundi i iluzionit. Sonte ne fituam diçka shumë të çmuar. E vërteta na bëri të lirë. Ne kuptuam
se nuk mund t'ja delegojmë integritetin ton as kujt tjetër, as artistëve, as idhujve, as miteve të vjetra. Shpresa nuk banon më tek emrat e mdhej të së shkuarës, por tek emrat tuaj të thjesht që refuzojnë të shiten përballë çdo pushteti. Mos u dëshpëroni nga rënja e një aktori, gëzohuni që po lind një brez i ri, shqiptarës që nuk kërkon më baballar të kombit për të përulur, por kërkon ligj, kërkon llogari dhe kërkon dinjitet dhe institucione. Shpresa e vërtet nuk vjen nga ata që e bëjnë sikur bëjnë burgun e tjetrit, por nga ata që kanë guximin të ndërtojnë lirinë e tyre çdo ditë. Ky sistem sot po përdor nostalgjinë si mburoj është një sistem në ikje. Ata po fshihen pas të moshuarve sepse nuk kanë më të rinj që t'u besojnë. Ata po përdorin artin si mask, sepse fytyra e tyre e vërtet nuk durohet më dot nga populli. Shqiptar, ngrijeni kokën e lartë. Ky moment nuk është funerali i shpresës tuaj, është pagëzimi i një qendrese të re. Arti i vërtet do të rilind jo në zyrat e bashkisë, por në sheshet tuaja, në mendjet tuaja të lira dhe në guximin për t'i thënë të vërtetës e vërtet. Nëse një monument i madh u thye sot tek mendjet tuaja, le të shërbejnë copat e atij monumenti si gur për të ndërtuar themelet e një Shqipërie ku asnjë njeri nuk është aq i madh sa të jetë mbi ligjin dhe mbi shqiptarët, dhe asnjë artist nuk është aq i varfër sa të shes buzët e tij për ballin e një korruptuar. Ju falemnderit që ishit me mua sonte. Mos harroni, kur idhujt bien, njerëzit nisin dhe ecin me këmbët e veta. Dhe kjo rrugë, miqtë e mi, është ajo që do të na çojë drejt fitores dhe të ardhmes. Natën e mirë për sonte, dhe qofshit lirë. Të gjithë ju që mendoni se pjesa tjetër e shqiptarëve duhet ta ndjekin këtë video, mos harroni ta mbështesni atë, çojeni pjesës tjetër shqiptarëve. Bëni like, share, subscribe dhe do të dëgjohemi shpejt. Natën e mirë.